A e din se sa kohë kalon fëmia yt në TikTok? Në Kosovë ky aplikacion po përdoret prej fëmijëve gjithnjë e më shumë. Po përtej videove qesharake, trendeve të vallëzimit, ky aplikacion e ka edhe një anë tjetër të errët. Rreziku i parë vjen nga përmbajtja e papërshtatshme. E një studim australian ka vërtetuar se fëmijëve çdo 2.6 minuta ju shfaqen video me përmbajtje për vetvrasje. E brenda 8 minutave fëmijëve u shfaqen përmbajtje me çrregullime të ngrënjes. E në këtë studim tregohet se brenda 39 sekondave adoleshentëve u shfaqen përmbajtje që kanë të bëjnë me trupin, peshën e shëndetin mendor. Rreziku i dytë vjen nga sfidat e rrezikshme, siç është ajo e mbajtjes së frymarrjes. Sfidë kjo që u amor jetën mbi 20 fëmijëve. Madje në shkurt të këtij viti, 4 prindër të këtyre fëmijëve e paditën TikTokun për lejimin e këtyre sfidave të rrezikshme. Apo sfida tjera të rrezikshme, si vendosja e zjarrit në trup, apo rrëzimi me kokë në tokë. Këto nuk janë thjesht lojra, janë rreziqe të vërteta që po paraqiten si trend. E rreziku i tretë vjen nga vetë algoritmi. TikToku ju jep më shumë përmbajtje, të cilat ju mbajnë më gjatë në ekran, edhe nëse ajo është e dëmshme apo e frikshme. Po hajde të shohim se çka mujnë me bo prindrit. Aktivizoni family pairing dhe restricted mode. Flisni edhe me fëmijët, mos i leni vetëm në TikTok. Kontrolloni rregullisht seksionin For You page në llogaritë e fëmijëve. TikToku nuk është vetëm kërcime dhe argëtim. Është një hapësirë që formson mendjen e fëmijëve e ndonjëherë e rrezikon edhe jetën e tyre. Prandaj, ndoje këtë video e informoj edhe prindrit e tjerë.